Jemi sërish së bashku dhe tashmë kam këtu Riad Beytullah, i cili është kriminolog, por gjithashtu edhe autor, me të cilën do të flasim për krimin e organizuar, do të flasim për librin e tij, por gjithashtu edhe pse zgjodhi pikërisht edhe këtë drejtim. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që jep pjesë emisionit Prizma. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu në emisionin tuaj dhe të bashkëbisedojmë për këto tematika më delikate, cilat janë. E vërtet, në fakt, këto janë tematika që shpesh krimin e organizuar shpesh e dëgjojmë në lajme, shpesh e dëgjojmë gjithandej, por që se si funksionon në realitet nuk e dim, kështu që do të na shpjegosh ti. Megjithatë, unë dua që të fillojmë pak sepse ti je kriminolog me profesion dhe është një profesion jo fort i lehtë, le të themi, është një profesion që jo gjithkush do kishte preferuar që ta vazhdoj, sepse janë tema delikate me të cilat ju ballafaqoheni. Do të pyes një herë, si e morë vendimin për të vazhduar pikërisht këtë drejtim? Realisht, për ta njohur krimin organizuar, duhet të kesh një uri të mira mbi kriminalistikën. Domethënë, kriminalistika si shkencë çfarë është? Te ne në vendin tonë, realisht është drejtim i ri. Dhe problematikat e kësaj kanë qenë si definicion që duhet ta kuptojë edhe publiku. Kriminalistika është shkencë e cila merret me përdorimin e taktikës, teknikës dhe metodikës, me qëllim pikëparë zbulimin sa ekziston vepër penale. Pastaj nëse ekziston kush është kryerësi asaj veprës penale dhe në fund nxjerrjen e pa e aty kryerësit të veprës penale. Dhe për ta njohur krimin organizuar, i cili është drejtim në vete si pjesë e kriminalistikës, duhet të kemi një uri të mirë kësaj. Unë fillimisht studimet i fillova në Universitetin e Tetovës në drejtimin kriminalistik dhe siguri, ku zgjodha 4 vite radhës si studenti më i dalluar me sukses mbi 9.5. Te ne në Maqedoni realisht, po edhe në pjesën e rajonit, tek pjesa e shqiptarëve, kriminalistika si shkencë me të vërtet ka qenë e dobët. Për shkak se tani nëse kthehemi në ish Jugosllavin dhe në kohët më të hershme, atëherë kjo ka qenë e kufisuar edhe nga vetë pjesa e sistemit shtetëror të asaj kohe të ish sistemit jugosllav për pjesën e shqiptarëve, edhe pse ka pasur por kanë qenë teje dobët, por më pas me kalimin e demokracisë si në vendet rajonale si dhe në vendin tonë, kriminalistika filloi të marrë ato hapat e para, si të shqiptarët por edhe të pjesa e tjetër. Momentalisht interesimi realisht është i dobët. Sidomos edhe tek pjesa e gjinisë femërore, unë mbaj mend shembull në vitin 2022 atëherë kur patëm një projekt në bashkëpunim me OKB-n, dhe tema e cila zgjodha unë ku garonin mbi 40 pjesë, mbi 40 projekte kriminalistike, ku tema e cila zgjodha unë ishte inkurajimi i gjinisë femërore në shkencën e kriminalistikës në vendin tonë. Dhe mbaj mend fitova vendin e dytë asa kohë dhe projekti arriti deri në OKB, domethënë se si ti inkurajojmë gjininë femërore të kyçin kësaj teme, studimin dhe marrjen me njohuritë e kësaj problematike. Për shkak se baza kryesore e kësaj problematike ishte se të gjinia femërore, si domethënë, ajo mentaliteti i dobët tek shqiptarët se kjo është punë burrore, nuk është punë për femra, përkundrazi është komplet e kundërta, për shkak se pa le të themi prezencën e gjinisë femërore në këtë shkencë, implementimi i kësaj shkence në teren, në praktik është te i kufizuar, për shkak se nevojitet për shembull ajo psikologjia femër me femër gjatë marrjes në pyetje, bisedave të informative. Poshtë vrehet se femrat për shembull janë më shumë detajiste, domethënë ka ato nevojat e veta për implementimin e kësaj tukurie në këtë drejtim. Me siguri që ke bërë edhe një hulumtim, le të themi, pse vajzat shqiptare kryesisht nuk vendosin. Pikërisht the që mund të jetë ky mentaliteti, po a është mbase edhe frika, kërcënimet, sepse në vendin tonë gjërat funksionojnë pak më ndryshe, të jemi realistë. Sa i përket frikës, shembull kërcënimet, ajo nuk është vetëm edhe te gjinia femërore, por edhe te gjinia maskullore, për shkak se para se i kyçen kësaj drejtimi, pyetjet e para që lindin, po çfarë do të ndodhë nëse i kyçe, ma do të fitoj shembull punësim, për shkak se e dim gjithë rrethana shembull si kanë qenë. Pastaj pyetjet tjera lindin frika nga tereni, me çfarë do të përballem në realitet, për shkak se kriminalistika nuk është vetëm ajo tema të cilët ne i shohim gjurmët në teren, pjesë forenzike, por kriminalistika është një drejtim shumë i gjerë dhe ka shumë nën drejtime tjera të cilët për shembull unë jam i fokusuar më shumë në rasteve në krim të organizuar. Pastaj kemi pjesë të cilët dahen në pjesën e forenzikës me zbulimin e veprave dhe gjurmëve të cilët lidhen me veprat penale. Pastaj kemi shembull taktikën kriminalistike, e cila është komplet drejtim në vete, po ashtu kemi metodikën kriminalistike. Domethënë ka shumë drejtime të tjera, të cilët i ngre shumë pikpyetje njeriu para se të kyçet, sepse me çfarë do të përballem në realitetin pas përfundimit të studimit apo pas punësimit në Ministritë të Brendshme apo kudo që të jetë ky drejtim. Edhe prandaj është drejtim delikat, e cilën jo vetëm të gjinia femërore, por edhe të gjinia maskullore lindin shumë ato pyetjet para se të kyçen studimit.
Po, shumë e vërtet në fakt sepse jo vetëm edhe në këtë drejtim, por në shumë drejtime mund të ndodhë që hasemi me kërcënime të shumta ose me paragjykime le të themi për ndonjë profesion. Megjithatë kjo nuk do të jetë sigurisht një ndalesë, le të themi një stop për të vazhduar përpara. Shumë interesante që e ke marrë pikërisht këtë temë për ta bërë. Ç'të shtyu ta bësh pikërisht këtë temë? Unë kur fillova studimet në Bamën atërisha viti i parë në kriminalistik dhe gjithmonë më interesonte titujt e ndryshëm të cilët ishin bombastik në media për mafjen shqiptare. Domethënë çdo i dyti portal flitte për këtë tematikë, por kur shikote nga aspekti tjetër, në aspekti shkencor, atëherë kjo temë ishte shumë e kufizuar. Domethënë materialet ishin të dobta, por le të themi që mos ishin fare. I vetmi të cilët i trajtonin këtë tematikë ishin Akademia Serbe, të cilën edhe e frynin këtë tematikë. Domethënë nuk ishte një realitet i qasshëm apo një realitet i shikueshëm në aspekt të vërtetë. I vetmi studim të cilën e kanë konstatuar se ekziston mafja shqiptare apo problematikën e krimit organizuar ka qenë i ministrit aktual të punëve të brendshme, të cilët është tani, është akademik i mirëfillt e zotri Besfort Llamallari. Ai ka dhënë një qasje realiste, domethënë janë vetëm 2 punime shkencore dhe ka shumë revista apo artikuj të tjerë, por nuk ka pasur asnjëherë një botim akademik i cili e konstaton se ekziston mafja shqiptare. Dhe gjatë hulumtimeve të ndryshme, gjatë studimeve, e shoh se në këtë tematikë ka një farë, le të themi, boshllëk të madh akademik. Dhe më shtyu që të mirë me hulumtimin e kësaj dokurie. Sa i përket botimit tim, unë kam studiuar dhe kam hulumtuar deri në përfundimin, domethënë deri në nxjerrjen e patë këtij botimi ka qenë mbi 4 vite studim. Edhe pse i vazhdoja studimet në pjesën e kriminalistikës, unë edhe isha në moshë të re, mbamend atëri 20 vjeç dhe profesorët ishin shumë skeptik për shkak se ky është një botim i cili nevojitet një përvojë gjatë akademike dhe një qasje mirëfill shkencore. Dhe gjatë këtyre 4 viteve unë merja me hulumtim, domethënë mbledhja dokumente të cilat janë publike nga ministri të ndryshme të brendshme, për shembull të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, të cilët u lidhin me krimin organizuar shqiptar, pastaj dokumente ndërkombëtare nga OKB-ja, nga Interpol, Europol, DEA, të cilët kanë bërë publikimin e tyre dhe metodologjia ime ishte krahasimi i këtyre, po ashtu merja dhe dokumentare të ndryshme të publikuara nga kriminolog dhe gjatë gjithë kësaj unë nxjerra një mendimin tim se ku jemi me krim të organizuar. Për shkak se libri nis gjithmonë me librin e kam nisur me pyetje. A ekziston realisht mafja shqiptare dhe me përgjigjen e asaj se ku jemi me krim të organizuar. Domethënë kemi dhënë një përgjigje se sa është e vërtet terminologjia e mafjes shqiptare. Dhe nga kjo kemi nxjerrur që mafja shqiptare nuk ekziston, edhe pse ndoshta publiku mund të habitet nga kjo përgjigje, për shkak se për ta kuptuar se ne duhet ta shpjegojmë edhe pikësisht se çfarë do të thonë mafja. Atëherë kur 3 organizata, shembull kriminale, bashkohen për një afat kohor mbi 5 vjeçar, atëherë lindin sindikatat kriminale. Pastaj kur me një afat kohor mbi 5 vjeçar bashkohen sindikatat kriminale, atëherë linden mafja e mirëfillt. Te shqiptarët, jo vetëm në rajon, por edhe në aspekt ndërkombëtar, kemi pasur indicje për bashkime të organizatave kriminale, domethënë kemi indicje për sindikat, por nuk kemi indicje për një mafja të mirëfillt. Po, nuk mohohet fakti se janë të fuqishme, janë delikate, kanë pasoja afatgjate, shembull në pjesën e shoqërisë, por edhe në pjesën, domethënë kanë lënë gjurmë në krim të organizuar, por nuk kemi atë mafja të mirëfillt. Dhe nga kjo del që shqiptarët nuk po bëhen kopje një mafje tjetër, shembull të ndraketës apo kamorës. Ato janë një shembull në vete, të cilët janë shumë delikate për të punuar dhe për të studiuar, por kjo nuk e mohon faktin që kanë lënë pasoja të gjëra në shoqëri. Sigurisht, do të flasim edhe më shumë detaje, sepse unë isha edhe te promovimi i librit, do të flasim për promovimin e librit, për feedbackun mbase që ke marrë, disa fjali që mua më kanë lënë përshtypje sigurisht, por të të pyes, a ka qenë gjithmonë ëndra jote që t'jesh pikërisht këtu ku je dhe a je i përmbushur sot me këtë profesion që ke? Ashtu. Unë prej kohës së femërisë gjithmonë ka qenë ajo ëndra femirore kur ishim në shkollë fillore të bëhesh policë, gjithmonë kjo më ka shtyrë. Pastaj ajo vendoshmëria ku e mora ishte gjatë studimit kur e kryem shkollën e mesme dhe u ndaj rruga se në cilin drejtim do të vazhdoj. Edhe mund të them plotësisht gjatë këtyre 4 viteve studimit, edhe pse jam zgjedhur studenti më i dalluar në nivel shtetëror me sukses mbi 9.5 dhe përfundova studimet i diplomuar me sukses mbi 9.5, mund të them që plotësisht e kam arritur atë që çfarë dëshiroja si në fillimet të studimeve, edhe pse isha skeptik për shkak se si drejtimi ishte shumë jo i rënd, po le të themi ka ato problematikat e veta, si në pjesën subjektive po edhe në pjesën objektive. Dhe mund të them plotësisht që e arrita atë qëllimin për shkak se edhe mosha e bën
okej, në qoftë se kish suksesi promovimit ose suksesi përgjithshëm si një kriminolog do të arritë në një moshë 40 vjeçare apo 50 vjeçare, domethënë e ke bërë një far bagazhi, e ke bërë një far CV-je, atëherë edhe ajo është sukses, po e ke arritur me ato se çfarë do të arrish. Por kjo pjesa sa i përket të unë si një rinj 23 vjeçare, le të themi edhe ishte një wow nga pjesa e publikut. Po, në fakt, sepse të arrish me gjitha të hulumtim që ke bërë, me atë botim në fakt që ke bërë, në këtë moshë është diçka shumë e madhe dhe besoj që të presin edhe shumë botimet të tjera, sepse më duket sikur tashmë njerëzit do presin që ti të bësh edhe tema edhe më të thella. Si ka prit familja jote kur e ke marrë vendimin që ta vazhdosh këtë drejtim? Realisht familja gjithmonë më ka përkrahur sa i përket drejtimit, edhe pse tash ishte drejtimi kufizuar, përkrah nga familja e kam pasur në çdo aspekt, si në fillimet, po edhe gjatë studimet, po edhe gjatë pjesës së punësimit, po edhe gjithë sferat që i kam kaluar në studime, po edhe në pjesën e masterit tash jam, edhe në pjesën e botimit, po edhe ato vetë nuk e kam pritur që më gjatë promovimit që të kemi, le të themi, aq sukses apo të pritet aq mirë ai botim. Edhe pse unë ndjeja, e parashija se si mund të dalë, por doli diçka shumë e mirë dhe përkrah nga familja e kam pasur në çdo etapë të jetës. Shumë mirë, kjo është gjë shumë e bukur sigurisht. Mendoj që edhe ato mund të kenë qenë atë skeptike ashtu siç ke qenë edhe ti në fillim, por megjithatë tash kur të shohim besoj që ndihem shumë krenar. Duke qenë se the që prej vogël dua të bëhem polic, ke thënë që dua të bëhem polic dhe në fakt edhe te shumë fëmijë edhe sot e shohim kur i pyesim se çfarë do të bëhesh kur të rritesh, nuk di pse te shumë fëmijë përgjigjja është të bëhem polic. E shohin imazhin e policit ashtu siç duhet të jetë në fakt imazhi i policit, sepse policia sigurisht që kontribon në sigurinë e të gjithë qytetarëve dhe me këtë rast në fakt dua edhe të uroj ditën e policëve apo ditën e policisë në Maqedoninë e Veriut, kështu që çfarë mund na thuash edhe ti pikërisht një mesazh për këtë ditë për policinë e më pas të më thellë edhe tek libri. Unë shpreh momentin që do të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme ditën e 7 majit, ditën e policisë, është një ditë të cilët festohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo ditë u simbolizua gjatë vitit 1944 kur u mora iniciativa për institucionalizimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe pastaj pas formimit të shtetit me pavarësinë e Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 91 kjo datë më u finalizua dhe sicilin vit ka qenë një simbol në vete. Sa i përket kësaj date, shumica e të rinjve shembull pse u shkruar ajo përshtypja pse të bëhen polic. Metodologjia apo qëllimi shembull i ndërkombëtarëve, nëse analizohet pak në një aspekt më shkencor, qëllimet e filmave të Hollywoodit më parë u krijonin gjithmonë që në fund të dalë polici si ai që mbizotron, që shembulli të merret për shkak që gjeneratave të reja të rinjve, gjatë përfundimit të filmave apo çfarë do lloj projekti, që krijohet ajo përshtypja që policia është ai shembull, policia është ai që duhet të merret shembull gjatë gjithë etapave të jetës dhe të rinjt, fëmijët të rritin me atë frymëzim, le të themi. Ta kenë në vete, për shkak se realisht ajo është me keqardhje dua të them në ditët e sotme shohim të rinj të shumë të cilët idolizojnë figurat kriminale, qoftë në pjesën e rrjeteve sociale, pra shkruar ajo përshtypje që një figurë kriminale, qoftë në Republikën e Maqedonisë, po edhe Shqipëri, Kosovë, është ai që mbizotron, duhet të merret shembull dhe nuk mund një të riu ti për shembull t'ja ofendosh apo t'ja ulish poshtë ato figurë për shkak se krijon një farë, le të themi një farë urrëtie të ato të rinj, për shkak se është krijuar me ajo perceptim në kokat e tyre, në mendet e tyre se këto figura duhet të idolizohen dhe duhet të favorizohen dhe është krijuar ajo përshtypja se policia është armiku i tyre dhe gjithmonë rriten me ato frymëzim dhe pastaj pasohet të shohin vetë ato si shoqëri kur arrin në moshë mbi 20 vjet. Shumë e vërtet në fakt kjo që e the, hasim shumë shpesh tek të rinjt, e kemi hasur edhe tek gjeneratat tona, e hasim sidomos tek të rinjt sot, sepse ndikimi i rrjeteve sociale është edhe më i madh. A ndodh kjo mbase edhe nga neglizhenca le të themi e institucioneve ose le të themi arsimi mbase ka të bëjë këtu ose ne si shoqëri kolektive që domethënë si shoqëri kemi dështuar në atë pjesën që duhet të themi të edukojmë fëmijët në mënyrën e drejtë dhe jo të idealizojnë ato persona, ato personazhe dhe policia ta ketë atë nivelin që duhet ta ketë. Ashtu, ajo është pikëspari duhet të niset edhe vetë nga karakteri i brendshëm i njeriu, se si rritet, si edukohet dhe si le të themi finalizohet ajo fëmëria e tyre. Gjithmonë pikat kryesore të cilat ku dështon
shoqëria apo ku do shtojnë gjeneratat e reja, është pikëpari niset gjithmonë te edukimi i tyre. Se si edukohen dhe me çfarë fryma ata rriten deri në finalizimin e fëmijërisë së tyre. Pastaj pjesa tjetër është pjesa e arsimimit. Me keqardhë duhet ta them, po niveli i arsimimit në ditët e sotme më të vërtet ka rënë shumë. Dhe kur niveli i arsimimit bie, normal që favorizohen edhe këto, le të themi, këto dukuri negative. Unë duhet të cek edhe një thënje të Giovanni Falcone në kohët e 96-s, kur thonte në intervistat e vjetra edhe shprehte gjithmonë atë mendim, thonte që gjeneratave prej në klasë të parë dhe deri në finalizimin e fëmijërisë së tyre duhet ju ceket nga vetë profesorët, nga vetë edukatorët që mafia vret, për shkak se Italia ka vuajtur shumë nga fenomeni i mafias, që është shumë i rrezikshëm se krimi organizuar. Dhe gjithmonë ka qenë ai mendim që në shkollat fillore, domethënë prej në fëmijëritë e tyre, prej në fillimet e tyre, edhe pse është temë delikate, që u bëhet me dije fëmijëve që mafia vret, shkurt dhe shqip. Po, nuk duhet të jenë ato të cilët duhet personazhe të cilët duhet të ngrihen, sepse shpesh i shohim edhe në filma kur i shohin personazhi që është mafia, le të themi, është personi që preferohet më shumë. Ai rol në fakt preferohet më shumë edhe nga të tjerët. Kur ju thua njerëzve që je kriminolog, cilat janë ato reagimet e para që i merr nga njerëzit? Realisht kur bisedojmë edhe me shoqërinë, me publikun, shpesh fjala kriminolog edhe kish kuptohet, për shkak se disa mendojnë që është pjesëtar i policisë apo akademik dhe terminologji që janë shumë të ndryshme, për shkak se nëse e ke titullin kriminalist, kriminalisti është ai pjesëtar i punëve të brendshme, i cili merret me hetimin, zbulimin e veprave penale, për çfarëdo lloj sektori. Ndërsa kriminologu apo kriminologjia është në vetvete merret me shkaqjet e krimit, domethënë si ka ndodhur krimi, motivet që kanë qenë, të cilën deri ka ardhur ky fenomen, shembull krimi organizuar, pse ka ndodhur, cilat janë fenomenet, me çfarë merret domethënë krimi organizuar, të cilët cekim krimin organizuar shqiptar. Pastaj kemi etiologjinë, shkaqet se pse kanë shtyrë shembull të ndodhë ky fenomen në vetvete. Domethënë titulli kriminolog e fiton atë, merret me hulumtimin dhe zbulimin e dukurive kriminale, domethënë shkaqet se si ka ndodhur kjo. Dhe shpesh publiku gjithmonë e percepton mirë, edhe pse te shqiptarët unë e ceka, ka qenë i dobët ky drejtim, por tani unë shpesh edhe kam thënë në disa intervista të tjera, kur bisedoja shembull në fillim me shoqërinë civile në përgjithësi, jo me pjesën e akademikëve shqiptar, dhe ju thoja që jam duke shkruar për mafian shqiptare. Dhe gjithmonë më thonin, po pse shkruan kundër mafias shqiptare? Pse shkruan kundër shqiptarëve me një fjalë? Dhe unë për herë ju përgjigja se unë nuk shkruaj kundër shqiptarëve, shkruaj kundër krimit organizuar shqiptar. Do të thonë që gjithë ato pasoja, dukuritë të cilat ata i ekzekutojnë, i vuajmë ne si shoqëri, për shkak se krimi organizuar për dallim nga vepra të tjera kriminale, shembull si vjedhja, vrasja momentale në familje apo çfarëdo lloj vepre tjetër penale, ka shumë pasoja të afatgjata. Për shembull, nëse një vjedhje ndodh në pronën time private ose kudo që tjetër, atër pasojat janë momentale, domethënë i vuan vetë nga xhepi jot. Ndërsa pasojat e krimit organizuar, ne mund t'i vuajmë shumë vite më pas, mund t'i vuajmë mbi 10 vite e tutje, shembull në arsim, në ekonomi, në shoqëri, po edhe në edukim. Domethënë janë shumë pasojat e afatgjate dhe prandaj qasja e kësaj duhet shumë në mënyrë strikte. Edhe ky botim me të vërtet ka qenë një mungesë në Akademinë Shqiptare që do t'i nevojitve si profesionistëve të sigurisë, po edhe si të shoqërisë civile. Shumë e vërtet në fakt. Riat, ne do të vazhdojmë bisedën, do të shkëputemi vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Riat Betullaj, i cili është kriminolog, me të cilin flasim për krimin e organizuar, për botimin e tij në fakt krimi organizuar në kontekst rajonal dhe ndërkombëtar, dhe do të na ndihmojë sigurisht që të kuptojmë pak më tepër edhe se çfarë realisht është krimi organizuar. Kur flasim për krimin organizuar, çfarë duhet të mendojmë realisht, si funksionon realisht, sepse e shohim, e dëgjojmë, e thash edhe më herët, e shohim edhe nëpër filma, mirë po, si është në realitet, si funksionon në realitet dhe sa afër nesh është pikërisht krimi organizuar? Realisht, krimi organizuar për dallim nga vepra të tjera penale, dhe unë edhe kam cekur edhe në libre e kam shpjeguar se çfarë do të thonë mafia, çfarë do të thonë krimi organizuar. Tek ne shqiptarët realisht ne kemi krim të organizuar. Do të thonë krimi organizuar për dallim nga vepra të tjera penale bëhet fjalë nga grupe të strukturuara, të cilët fillojnë nga 3 persona e më shumë. Do të thonë nuk mund të quhet krim organizuar në qoftë se nuk kemi një grup të strukturuar. Pavarësisht, do të thonë krimi organizuar ka për qëllim vepra penale të cilat janë të me dënim apo sankcion penal mbi 5 vite e më lart, domethënë vepra të cilat janë më delikate, trafikimi i drograve të ndryshme në nivele ndërkombëtar por edhe rajonal, për shembull trafikimi i armëve, kemi prostitucionin, kemi shembull falet të ndryshme. Gjithë këto hyjnë në një kolaps që cilët i bashkohen dhe japin një frymë krimit organizuar.
krimi organizuar nuk mund, sidomos ata shqiptar, nuk ka mundur dhe nuk mund të vazhdoj apo të eksploroj këtë rrugtim pa mbështetjen politike apo pa mbështetjen shtetërore institucionale, cilët është për ardhje keq, por është shumë e vërtetë. Dhe gjithmonë kjo e ka simbolizuar atë. Jana Arsovska, një profesorish nga Universiteti i New Yorkut, ajo e cakton që krimi organizuar nuk mund të llogaritet mafia. Pse? Për shkak se mungesa nga bloqet politike. Jo që shqiptarët nuk kanë qenë të përfshirë në politikë, krimi organizuar nuk ka qenë i përfshirë në politikë, por nuk kanë patur një balancë apo nuk kanë patur një strukturë të fortë të cilën mund t'i tregoj presion shtetit. Për shembull, e kemi rastet e mafjes italiane në Sicili, të cilët janë të kyqur direkt në politikë. Domethënë ata janë rol kyç se kush do të jetë deputet në ato zona të caktuar, domethënë i tregojnë presion shtetit. E kjo nuk ka ndodhur me shqiptarët. Për shembull, disa grupe, të cilat në nivel regional, qoftë Shqipëri, Kosovë ose Maqedoni, kanë qenë aktive në krim të organizuar, në çfarëdo lloj veprimtarie kriminale, me ndërimin e bloqeve politike apo me ndërimin e qeverive të ndryshme, ato me një fjalë kanë ra. Pse? Për shkak se mungesa e tyre e dobët dhe domethënë zhduken si asgjë hiç. Por shkak kjo domethënë nuk janë ato një mafia mirëfillt. Janë krime organizuar të cilat ka pasur një mbështetje aktuale politike apo mbështetje institucionale nga persona të caktuar dhe kanë gjeneruar për ato vite kohor. Po pastaj me ardhjen e grupeve tjera qeveritare, atëherë këto struktura kanë rënë dhe kanë dështuar. Është rritur strukturë tjetër, apo? Është rritur strukturë tjetër varësisht politikave që kanë qenë në ato vende. Shumë e vërtet, pra mafia është siç e thënë krahasimin që e bëre me Italinë, nuk ka ndikim vendimtar, le të themi, në politikat e brendshme. Politikat, megjithatë mund të jetë një kombinim nëse kjo politikë është, ato mund të jetë fuqishëm apo nuk mund të jetë të fuqishëm. Unë në fakt desha të pyes edhe sepse e ke hulumtuar gjithë këtë, domethënë e ke hulumtuar krimin e organizuar, sa afër nesh e the që domethënë ne kemi krim të organizuar, çfarë konsiderohet krimi i organizuar, por doja të të pyes, a e ke cekur, le të themi, ose a mendon ta bësh krimin e organizuar në politik, ta hulumtosh më vonë? A ekziston më sakt? Realisht unë pak para e ceka këtë se mbështetja apo domethënë funksionimi i krimit të organizuar për çfarëdo në çfarëdo lloj sfere apo në çfarëdo rajoni i cili ndodh nuk mund të ekzistojë pa mbështetjen politike. Ose mund të ekzistojë pa mbështetjen politike, por janë gjithmonë organizata afaqshkurte dhe nuk vazhdojnë shumë gjatë. Nëse hulumtohet në aspekt shkencor, krimi organizuar politik, le të themi, është i kufizuar për të dokumentuar. Për shkak se faktet dhe rrethanat ne mund të krijojmë teori konspirative se si mund të ndodhë apo si mund ta imagjinojmë në aspekt shkencor që mund të ndodhë, por nuk kemi asnjë rast të dokumentuar, shembull, jo që nuk kemi, por nuk ka raste akademike të cilët ne mund t'i përdorim në sferat e kriminalistikës, që raste të dokumentuara për trajnimin e shoqërisë. Ka raste shumë të ndryshme, e kemi vetë spakun e Shqipërisë, që dokumenton, shumë grupe kriminale kanë qenë në bashkëpunim me këto rrethana politike, por është një terminologji të cilët nevojitet një qasje shumë detajiste për të ardhur në dokumentimin dhe shfaqjen e saj në publik. Shumë e vërtet në fakt. Një fjali në fakt që më mbeti mua në mendje kur u përmend edhe tek promovimi i librit, ishte, nuk e mbaj mend emrin e personit që e ka thënë, po më duket se ti e citove, ishte që në botë çdo shtet ka mafjen e vet, apo? Nëse zgaboj, ndërsa në vendet ballkane çdo mafja ka shtetin e vet. Ajo është thënia e autorit akademikut vendor që e ka thënë më para Vlado Kamboski, e cili thotë që në botë çdo shtet ka mafjen e vet, ndërsa në shtetet e Ballkanit çdo mafi ka shtetin e vet. Kjo do të thonë që si e ka konstatuar ai prej vitesh, se sa ndikim ka pasur krimi organizuar në vetë shtete. Do të thonë në shtetet ndërkombëtare dihet se cilët kanë qenë ato organizata kriminale, ndërsa është krijuar ajo përshtypje që krimi organizuar e disponon apo e kontrollon në vetë shtetin. Dhe është një thënie shumë interesante për të hulumtuar dhe për të përpunuar në të ardhmen. Pra, këtë në fakt edhe këtë për atë e përmenda, sepse këtë desha ta lidh që mbase atë që e theti mafia nuk ka ndikim në shtetin tonë, megjithatë është pikërisht ky krimi i organizuar. Është një improvizim të cilët është krijuar përshtypje, por edhe ka ndodhur në shumicën e rasteve që nëpërmjet krimit të organizuar është kontrolluar edhe komplet shteti, është kontrolluar sistemi, aparati shtetëror, edhe pse nuk ka qenë afat gjatë, nuk ka qenë shembull ndikim të madh si në mafiat e huaja, por ka patur atë ndikimin e vet dhe ka patur atë perceptimin në publik që këto grupe disponojnë. Ato fuqinë e madhe, le të themi. Po.
promovimi i librit, shumë njerëz kishte në promovimin e librit, dhe me thënë teatri shqiptar aty ku mbajtë dhe promovimi i librit ishte i mbushur plot, kishte akademik, si u prit, cilat ishin komentet, feedbacku që more, mbase edhe jo vetëm nga akademikët tonë në vendin tonë, por edhe jashtë shtetit, duke qenë se ti pikërisht këtë hulumtime ke bërë në kontekst rajonal dhe në kontekst ndërkombëtar. Cilat ishin ato mesazhet ose feedbacku që ke marrë, reagimet që more? Realisht, se përket pjesës e promovimit, unë arrita ta bëj të teatri kombëtar tene këtu në Shkup, dhe e vendosa ta marrë sallën e madhe, por nëse flasim nga brendësia që ne kisha, isha skeptik sa do të mbushet, se kam qenë shumë në për promovime të ndryshme akademike, për kriminalistik bëj fjalë, por edhe në tematika të ndryshme të kolegë, në shoqërinë përgjithësi, dhe gjithmonë interesimi nga pjesa e publikut ishte i dobët, të jemi realist. Por kur fillova me ftesat e mysafirëve, miqve dhe pas se doli një interesim i madh për shkak se tema ishte shumë interesante dhe publiku dëshironte shumë ta dëgjoje këtë. Për shembull mysafirët, shokët, familjarët, kolegët dhe realisht teatri kombëtar ka mbi 250 ulse, po edhe pat persona që i mbushëm të radhë, domethënë lart po që ishin ndërkohë të rreth 300 persona, domethënë një interesim shumë i madh. Edhe shumica e kolegëve në formë shaka e bëshim si me qenë miting partie për kjo. Do me thonë, publiku i madh, interesimi i madh, do me thonë si me padë një promovim parlamentar, si themi ne. Edhe sa i përket pjesës e mysafirëve, kemi pasur mysafir nga shtetet nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, akademik të ndryshëm dhe mesazhi ishte shumë i mirë, u dha një mesazh i mirë për shkak se si njëri mund të arrijë deri në këto, le të themi, në këto suksese një moshë kaq të re. Libri u prit shumë, bile interesimi është i madh edhe për ta blerë, për ta pasur publiku, edhe pse patëm vetëm disa kopje dhe kundër rreth 50 kopje. Pra u dha një mesazh shumë i mirë, u prit shumë mirë, edhe vetë nuk isha skeptik se a do të pritet kaq mirë, mos keqe keq kuptime në publik për shkak se tema ishte ndihmë mafia shqiptare, për shkak se përpara shkruanin si Ceceka, ka shkruar edhe vetë Akademia Serbe për këtë drejtim dhe mos keq kuptohet, por u prit shumë mirë dhe besoj që në të ardhmen do të kemi shumë tema të ndryshme apo nën tema të këtij drejtimin, por botime të radhës. Shumë e vërtet në fakt, edhe kishte shumë fjalë të mira edhe nga profesorët tuaj, edhe nga akademik të tjerë, të cilët ishin aty të pranishëm, kështu që besoj ka qenë edhe një lumturinë vete edhe për ty pasi morre gjithë këtë reagim edhe gjithë këtë feedback. Nga sidomos nga unë falenderoj shumë edhe dy recensentët e mi, të cilët kanë qenë shtylla ime kryesore prej fillimeve kur e kam nisur këtë temë, për shkak se me të vërtetë për ato kanë qenë angazhim, gjithmonë të më japin, le të themi, këshilla, komanda, urdhërime, mos e kaloj atë vinë e kuqe se deri ku duhet të shkoj, dhe gjatë këtyre 4 viteve unë i falenderoj përzemërsisht prof doktor Afrim Osmanin dhe prof doktor Qebir Avziun, të dy kanë përvojë të mirë në strukturat akademike, plus edhe profesor Qebir Avziu është i vjetër në strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka një përvojë shumë të mirë në këtë aspekt, dhe gjithmonë këshillat, njohuritë të cilën mi kanë dhënë ato, më kanë arritur ta përfundoj apo ta nxjerrin në pa këtë botim akademik. Edhe në fillim edhe me këto kur bisedoj ishin skeptik për shkak se i kyqesh një temë shumë delikate, por pastaj me përkrahen, me këshillat avash arritëm deri në përfundim dhe deri në nxjerrjen e patë këtij botimit. Duke qenë se the se është temë delikate, duke bërë hulumtimin kanë shkuar 4 vite apo 4 vite derisa erdhi në përfundim. Teksa e bëje edhe hulumtimin, teksa sigurisht bëje research hulumtim edhe për temat për të parë krimin organizuar, qoftë në nivel rajonal apo ndërkombëtar. Ke pas cilat kanë qenë vështirësitë ose me të cilat i përball? Ke pas diçka mbase që ke pas pengesa për të zbuluar diçka ose për të marrë informacione, cilat kanë qenë vështirësitë me të cilat i përball? Sa i përket pengesave, për shkak se asnjëherë gjithë pjesa e librit prej fillim deri në mbarim nuk është prekur sekreti shtetëror, le të themi. Gjithmonë unë çfarë kam bërë, metodologjia e cilën e kam përdorur, kam marrë materiale nga Ministritë e Punëve të Brendshme dhe në aspekt ndërkombëtar, dhe mbas gjithë kësaj materiali, të cilët është publik, domethënë secili informacion është publik, por është analizuar në qasje kriminalistike. Dhe këto informacione i kam analizuar si një autor i ri se çfarë mund të nxjerr unë dhe si shikoj unë krimin organizuar. Dhe nga kjo kam nxjerrur një përfundim të secilit ati kapituj, se si e mendoj dhe si e shikoj unë si një kriminolog. Pra, nuk kam pasur mungesë për shkak se nuk kam hyrë në rastet të cilet janë në përpunim. S'ka diçka specifike. Gjithë rastet janë raste të vjetra, apo rastet të cilet mund të shikohen ose janë publike për gjithë publikun, të cilet janë të disponueshme.
dhe nuk kam pasur në një pengesë apo një ndalesë nga vetë Ministritë e Punëve të Brendshme. Pra ka transparencë, nëse do publiku të marrë vesh diçka, e kemi këtë sistem, apo kemi transparencë për këto gjëra. Kjo është gjë shumë e mirë, në fakt shumë pozitive. Të pyes, sa është, duke qenë se ke bërë, e dim më tashmë këtë krimin e organizuar, a është më i sofistikuar krimi organizuar viteve të fundit se sa ka qenë më herët? Si e sheh? Unë dua të dalë te kjo pjesë. Krimi organizuar gjithmonë në fillimet që më pas vitit 97, sidomos në Shqipëri e mori atë hovin. Domethënë shqiptarët pas vitit 97 filluan të njihen në pjesën ndërkombëtare, kur dolën në pjesën e Italisë, në pjesën e Britanisë dhe në pjesën e SBA. Domethënë u dha një qasje atyre në këtë drejtim. Por me fillimin si u zhvillonte teknologjia, si u zhvillonte çdo sferë e jetës, u zhvillonte edhe krimi organizuar shqiptar. Në qoftë se i shikojmë në një qasje realistme se si ka qenë krimi organizuar shqiptar ndër vite dhe si është tani, unë e kam bërë dhe e kam cekur edhe në libër këtë, çfarë nevojitet kemi për ta luftuar këtë dukuri apo le të themi për ta balancuar, për shkak se është temë delikate dhe nuk mund ta çrrënjosësh për një herë apo për gjithmonë. Por duhet të ketë një farë balanci që të arrihet dhe të krijohet një siguri tek qytetarët apo tek shoqëria. Në qoftë se nisemi shembull se çfarë është pika kryesore për ta luftuar, unë mendoj që vendimarrja apo udhëheqja e lartë e shtetit. Domethënë është e kot në qoftë se unë si një kriminolog ose disa pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjithmonë merren me luftimin e kësaj, por nuk kanë përkrahje nga vendimarrja e lartë apo nuk ka një farë politike krijuar për luftimin e kësaj dukurie, për shkak se me një person dhe dy nuk mund ta luftosh këtë dukuri, për shkak se nuk është një vepër penale individuale apo një vjedhje e lehtë e cilën mund ta zbulojësh dhe ta nxjerrësh në pa. Është një tematikë e cilë nevojitet një vendimarrje e lartë. Edhe te kjo vendimarrje duhen persona adekuate të jenë, të cilët mund ta menaxhojnë këtë sistem. Unë nisem do të filloj nga shteti shqiptar. Në qoftë se nisemi kush është ministri i punëve të brendshme në Shqipëri është Besfort Llamallari, akademik shqiptar i cili është i pari i cili e ka studiuar krimin organizuar shqiptar. Dhe qasja atyre personave në këtë struktura vendimare ka arritur të çrrenos krimin organizuar, por ta balancoj krimin organizuar me një farë forme. Po ashtu krimi një institucioni siç është SPAK-u në Shqipëri i dha le të themi një grusht të fuqishëm krimit organizuar në Shqipëri. Pastaj kalojmë tek pjesa tjetër e Kosovës, i cili është një vendimarrje ministri aktual Xhelal Sveçla. U dha një grusht i fuqishëm krimit organizuar, i cili ishte ai kosovar bashkë me mafjën serbe, të cilët ishin mbi 40 rrugë kontrabande u bllokuan apo u çrrënjosën në veriun e Kosovës. Dhe kjo ishte fal vendimarrjes së lartë. Nuk mund që një person, një kriminolog, një pjesëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme ta marrë atë iniciativë. Nevojitet politike fuqishme në kuadrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pastaj kalojmë tek Ministria e Punëve të Brendshme tek ne. Para 2-3 viteve kemi pasur grupe të fuqishme të cilët gjeneronin nëpër rrugët e Shkupit apo rrugët e Maqedonisë. Ishin persona të cilët kishin ndikim të fuqishëm dhe gjithë i dinin se kush janë dhe kush gjenerojnë. Fal ministrit aktual, shembull zotrit Panço Toshkovski, me krijimin e politikave dhe me krijimin e një vendimarrje të fuqishme këto grupe u çrrënjosën. Dhe momentalisht kanë kaluar mbi 2 vite të sipër dhe mbas asaj spektrit le të themi shkencor, të cilët e kam analizuar, momentalisht nuk ekzistojnë grupe të cilët gjithë qyteti i njeh. Gjithë qyteti shembull ja kanë frikën, le të themi. U zhdukun ata emra të cilët ishin le të themi si bota e nën tokës, të cilët e gjeneronin krimin organizuar. Pra u krijua një sistem i fuqishëm dhe u krijua një siguri për qytetarët. Momentalisht tash në të ardhmen ne nuk mund ta dimë se si do funksionojë. Megjithatë po thua që jemi duke ecur në drejtim shtetet tona, të paktën në Shqipëri. Janë duke ecur në drejtim le të themi të mirë, nëse mbahet ky balancë dhe qëllimi kryesor i luftimit të krimit organizuar ka qenë vendimarrja atjes e fuqishme. Po në qoftë se nuk ka vendimarrje, atëherë nuk mund edhe të ketë sukses në këtë sferë. Sigurisht. Duke qenë se po i afrohemi fundit, unë para se të pyes në fakt se cilat janë planet e tua për të ardhmen, dua të të pyes pak edhe për mbas edhe një mesazh, por edhe të të pyes edhe për rinin, se sa në këtë kohë, në kohën kur ne tani jemi, se sa rinia mund të jetë më delikate në këtë pjesë për të rënë pre e krimit të organizuar. Realisht krimi organizuar për të kyçur le të themi në krim të organizuar duhet apo për të rënë prej strukturave të krimit të organizuar, të cilët ata e gjenerojnë, grupet aktuale shembull të cilët mund të kenë funksion, të rinjt nuk mund shembull të binë edhe aq lehtë, për shkak se
si bie pjesë e krimit të organizuar. Në qoftë se një i ri, shembull, kyçena për vepra të ndryshme kriminale, shembull, shiqja e drogës në nivel të ulët, marrja me krime shumë të thjeshta. Dhe pastaj këto inicohen apo shihen si target nga grupet kriminale që janë më të fuqishme. Dhe këto persona të cilët kanë prirje për të kryer vepra penale të tilla, se për shkak se këtyre personat që kanë prirë të kryer vepra penale të tilla shihen si në fëmijëri, në moshën shembull 15 vjet deri në 20 vjet, kanë një, le të themi, një karakter më trimëror, një karakter më, si thotë në gjuhën e rrugës, më rrezikant. Dhe këto bin prej e krimit organizuar. Ka special persona të cilët infiltrojnë këta persona për qëllimet e tyre kriminale. Dhe mesazhi im të rinjt është, për shembull, sa më shumë të fokusohen botës, le të themi, botës së shkollës, botës së arsimimit. Jo vetëm për në kriminalistik, por çfarëdo lloj drejtimi tjetër për t'u ikur këtyre dukurive kriminale. Për shkak se një i ri, një adoleshent kur i kyçet këtyre veprimtarive kriminale, në ato fillimet e tyre, apo le të themi në moshën e re, nuk është i vetëdijshëm se çfarë pasoja mund t'i sjellë në të ardhmen, apo nuk është i vetëdijshëm se çfarë është duke bërë për momentin. I duket, le të themi, një trip në vete, një moment, le të themi, një moment trimëror, të cilën ai mendon se është duke bërë emër, është duke bërë një figurë kriminale si ai e synon se mund të jetë në të ardhmen, por realiteti apo pasojat janë shumë të ndryshme dhe shumë të rënda të cilën ai pret në të ardhmen. Domethënë, e shkatron karrierën tënde, e shkatron familjen pikësipari, e shkatron pjesën e shoqërisë ku jeton, po e shkatron edhe fisin, emrin të cilën ti e le më pas. E mos bëjmë fjalë për vetveten. Shumë e vërtetë në fakt. E ke trajtuar në librin tënd pikërisht të pjesën e rinisë, nëse jo, a ke në plan që pikërisht të fokusohesh te rinia për këtë pjesë? Në libër në këtë pjesë nuk e kam trajtuar për shkak se kjo është vetë temë në vete, se si të rinj, shembull, jo vetëm për shqiptarët, por edhe të rinj përgjithësi apo adoleshentët të miturit, se si keq trajtohen apo keq informohen ose si infiltrohen nga këto grupe kriminale, është në temë në vete, cilët duhet një qasje më delikate edhe në aspekt psikologjik. E vërtet. Duhet të futesh në psikologjinë e të rinjve, më pas të bësh atë balancin, le të themi, edhe mes krimit të organizuar. Po i afrohemi fundit të emisionit, cilat janë planet e tua për të ardhmen? A do të kemi edhe libra të tjerë, botime të tjera pikërisht që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, me këto tema që janë delikate, po që patjetër duhet të fliten? Realisht, unë në moshë jam edhe i ri 23 vjeçar. Ke rrugë të gjatë përpara. Planet, shembull, gjithmonë i kam synimet apo ambicet i kam shumë të mëdha për të kontribuar sadopak në të mirën e shoqërisë tanë, në çfarëdo lloj aspekte jetës, po sidomos në pjesën e kriminalistikës, që qytetarët, shoqëria në përgjithësi të jenë të sigurt, të krijojnë atë bindjen e mbrëmshme se ka kush i menaxhon këta struktura dhe ka kush i menaxhon këto grupe të cilët janë të sofistikuara. Në pjesën e kriminalistikës unë kam edhe mbi 25 projekte të ndryshme të cilët i kam target, kështu se për çfarë mund të punoj në të ardhmen. Besoj se do ketë shumë botime të cilët avash do të jenë deri në përfundim. Por edhe mendoj që nuk do ndalemi edhe në pjesën e luftimit të këtyre dukurive kriminale për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e gjithë shtetit dhe rajonit tonë. Kjo është shumë e mirë kur shohim të rinj të cilët kanë kaq shumë motivim për ta mbrojtur sigurinë e vendit, për të mbrojtur qytetarët, sepse shpesh ndodhim, hasim, dëgjojmë që po humbet edhe besimi te institucionet, po humbet besimi te policia, kështu që është mirë kur shohim edhe të rinj që kanë motivim dhe që sigurojnë në një farë mënyrë qytetarët, sepse në fund të fundit policia është aty për të siguruar, jo vetëm policia, po të gjithë në fakt ato që bëjnë këtë punë, për të siguruar qytetarët, dhe unë mendoj që jemi në drejtimin e duhur deri diku. Megjithatë edhe qytetarët do ta bëjnë punën e vet, apo duhet të jetë një bashkëpunim. Kështu që faleminderit shumë, edhe për motivimin që ke, edhe për punën që ke bërë, edhe që vazhdon të bësh, të gjithë ata në fakt që e bëjnë këtë punë. Faleminderit shumë edhe që ishe pjesë e emisionit Prizma që ndave nga rrugtimi. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime.